Shifni, na nuk po flasim to me për çfarë kërkon. Na po dojmë me kuptu diçka më të thellë. Na po dojmë me fol për Çerbelan në një kënd që me nxjerr mësime. Çerbelaja ka ndodhur. Imam Huseni ka rashë het me anëtarët e familjes dhe shokët e tij. Por çka na shërben sot Imam Huseni? Sepse nuk po dojmë as Imam Huseni me përdor as si ideologji, as si mëdhëb. As me vosi idol, zotin. Po, Imam Huseni disa mendojnë që është vetëm i sheitëve, nuk është e vërtet. Kjo është rana edhe dollaveri më i madh që mund të Apo i tarikateve. Apo i tarikateve. Imam Huseni është i gjithë botës. Është i regjistruar në historinë e hershme në kohën e profetit. Thotë Husein minni ana min al-Husein. Huseini është ndonë është i regjistruar në histori. Po, është vazhdimsi e trashëgimisë shpirtërore të profetit Muhammed. Edhe prej familjes më të shenjtë që pati bota mas profetit a.s. Prej kësaj familje, ku do të dalë edhe Imam Mehdiu, është një familje pra, tashmë me thonë unë si pak provokator, pse Zoti nuk e zgjedhi imamin e fundit që do ta udhëheq njerëzimin prej një familje tjetër, po zgjodhi familjen e profetit Muhammed, edhe pas këtij imamit, se disa mendojnë që Imam Huseni, Imam Mehdiu, është thjesht një udhëhec i fundit i kohës, sikur një mbret ose një kalif, sikur të gjithë kalifet e tjerë ose sultan. S'është e vërtet, pas Imam Mehdiu do të falet Isa a.s. Pra profeti i profetit më të mëdhenj të Zotit, falet pas Imam Mehdiut, sipas gojdanave sunite. Tani po flasim për një familje të shenjtë, po flasim për imam që i takojnë qësaj familje edhe qësaj loze. Prandaj ne duhet të jemi krenar me këta njerëz, sepse me të vërtet kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe historia e tyre është e bujshme. Qoftë librat sunite, qoftë librat shiite janë ka gjana madhështore që neve si shqiptarë këtu në to treva na shërbejnë këto mësime që mundemi nxjerr pikë këtyre ngjarjeve.